Fakte rreth diellit. Çfarë duhet të dini? Ajo dritë dielli që ne të gjithë e shohim duke marrë rreze në një pasdite dembele vjen nga një yll, ai më i afërt me tokën, është një nga karakteristikat më të shkëlqyera të diellit, i cili është objekt më masiv në sistemin diellor. Ai siguron në mënyrë efikase ngrohtësinë dhe dritën që i duhet jetës për të mbijetuar në tokë. Dielli gjithashtu ndikon një koleksion planetesh, asteroidesh, kometash, objekteve në Kuiper Belt dhe në bërthamën prej kometash në rrjen e largët. Sado i rëndësishëm të jetë për ne në skemën e madhe të galaktikës, dielli është në të vërtetë një lloj ylli mesatar. Kur astronomët e vendosin atë në vendin e vet sipas hierarkisë së yjeve, ai nuk është shumë i madh, as shumë i vogël dhe as shumë aktiv. Teknikisht është klasifikuar si një yll i tipit G. Yjet më të nxehta janë ato të tipit O dhe më të zbetë janë të tipit M në shkallë. Dielli bie pak a shumë në mes të kësaj shkalle, jo vetëm kaq, por ai është një yll me moshë mesatare dhe astronomët i referohen atij në mënyrë jo formale si një xhuxh i verdh. Kjo sepse nuk është shumë masiv kur krahasohet me yje gjigant. Sipërfaqja e diellit. Dielli mund të duket i verdh dhe i qetë në qiellin ton, por në të vërtetë ai ka një sipërfaqe mjaft të larmë. Në fakt, dielli nuk ka një sipërfaqe të fortë siç e shohim ne këtu në tokë, por përkundrazi ka një shtresë të jashtme të një gazi të elektrizuar të quajtur plazma, që duket se është sipërfaqe. Ajo përmban njollat e diellit, prominencat diellore dhe nganjëherë gjëmon nga shpërthimet e jashtme të quajtura flakërime. Sa shpesh ndodhin këto njolla dhe flakërime? Kjo varet nga vendi se ku është dielli në ciklin e tij diellor. Kur dielli është më aktiv, ai është në maksimumin diellor dhe ne shohim shumë njolla të diellit dhe shpërthime të jashtme. Kur dielli qetësohet, ai është në minimumin diellor dhe ka më pak aktivitet. Në fakt, gjatë kohrave të tilla, mund të duket mjaft i vakët për periudha të gjata kohore. Jeta e diellit. Dielli u formua nga një rreg gazi dhe pluhuri rreth 4.5 miliard vjet më parë, dhe ai do të vazhdojë të konsumojë hidrogjen në bërthamën e tij, ndërsa lëshon dritë dhe nxehtësi për 5 miliard vjet të tjera. Eventualisht, ai do të humbas pjesën më të madhe të masës së tij dhe do të formojë një mjegullnaj planetare. Ajo çfarë mbetet pas do të tkurret për të bërë një xhuxh i bardhë që ftohet ngadalë. Çfarë ka brenda diellit? Dielli ka një strukturë shtresore që ndihmon atë të krijojë dritë dhe nxehtësi dhe t'i përhap ato në sistemin diellor. Bërthama është pjesa qendrore e diellit, është vendi ku banon termocentrali i diellit. Këtu temperatura 15.7 milion Kelvin dhe presioni jashtëzakonisht i lartë janë të mjaftueshme për të bërë që hidrogjeni të shkrihet në helium. Ky proces siguron gati të gjithë prodhimin e energjisë së diellit, i cili i lejon atij të heqë energjinë ekuivalente të 100 miliard bombave bërthamore në çdo sekond. Zona rrezatuese shtrihet jashtë bërthamës, që shtrihet me një distancë prej rreth 70% të rrezës së diellit. Plazma e nxehtë e diellit ndihmon në rrezatimin e energjisë larg nga bërthama përmes një rajoni të quajtur zona rrezatuese. Gjatë këtij procesi, temperatura bie nga 7 milion Kelvin në rreth 2 milion Kelvin. Zona konvektive ndihmon në transferimin e nxehtësisë diellore dhe dritës në një proces të quajtur konveksion. Plazma e gazit e nxehtë ftohet ndërsa mbart energji për në sipërfaqe. Gazi i ftohur pastaj zhytet përsëri në kufirin e zonës rrezatuese dhe të konveksionit dhe procesi fillon përsëri. Fotosfera apo sipërfaqe e dukshme, normalisht kur shikojmë diellin duke përdorur vetëm pajisje të përshtatshme, sigurisht shohim vetëm fotosferën, pra sipërfaqen e dukshme. Pasi fotonët të kenë dalë në sipërfaqen e diellit, ato udhtojnë larg dhe jashtë në përhapësirë. Sipërfaqja e diellit ka një temperaturë prej afro 6000 Kelvin. Kjo është arsyeja pse dielli shfaqet i verë në tokë. Korona apo atmosfera e jashtme. Gjatë një eklipsi diellor mund të shihet një aureol e shkëlqyeshme rreth diellit. Kjo është atmosfera e diellit, e njohur si korona. Dinamika e gazit të nxehtë që rrethon diellin mbetet disi një mister, megjithse fizikantët diellor dyshojnë se një fenomen i njohur si nanoflakërimet po ndihmon në nxehjen e koronës. Temperaturat në koronë arrin në miliona gradë, shumë më të nxehta se sipërfaqja diellore.
Korona është emri që u jepet shtresave kolektive të atmosferës, por gjithashtu edhe posaçërisht shtresa më e jashtme. Shtresa e poshtme e ftoftë rreth 4100 Kelvin i merr fotonet e saj direkt nga fotosfera, mbi të cilat janë grumbulluar gradualisht shtresat më të nxehta të kromosferës dhe koronës. Eventualisht, korona zbehet në vakumin e hapësirës. Faktet e shpejta rreth diellit. Dielli është një yll i quajtur si xhuç i verdh në moshë mesatare, është rreth 4.5 miliard vjeç dhe do të jetojë rreth 5 miliard vjet të tjera. Nëse ju pëlqejnë video të tilla, ju lutem bëjeni subscribe kanalin ton. Struktura e diellit është e shtresuar me një bërtham shumë të nxehtë, një zonë rrezatuese, një zonë konvektive, një sipërfaqe fotosferë dhe një koronë. Dielli lëshon një rrjedhë të qëndrueshme grimcash nga shtresat e tij të jashtme, të quajtura si era diellore. Nëse ju pëlqejnë videot e tilla, ju lutem bëjeni subscribe kanalin ton. Ju falenderit.